për kafshët të cilat në cilat raste mund të transmetojnë sëmundje të njerëzit. Në fakt, titanozi më kujtohet kam bërë kur qeni më kafshoj kur isha i vogël, titanozi të barku. Tetanusi, thë ndryshe, po. Në Shqipëri titanoz, që atëherë kam mësuar, mëjta nuk e di si thojnë këtu, ose sakt, gjithsesi edhe sepse qeni nuk ishte i vaksinuar. Po, dhe është dashur të marrë vaksinën kundër tetanusit. Nuk e di sot bëhet titanozi këtu në? Patjetër, duhet me marrë vaksinën. Mirë po, kafshët mund të transmetojnë sëmundje të njeriu, kur në cilat raste ndonjëherë edhe mund të gabojmë, ndonjëherë mund të jemi të pakujdesshëm, ndonjëherë të shumë kujdesur pa nevojë. Rreth rrotull jemi duke dëgjuar dhe për ata anijen atje çfarë bën brejtësit, ai hantavirusi etj. Që në fakt hantavirusin spaku thuhet që kemi në vendin tonë, por e pam që ka filluar vaksinimi. Vaksinimi, po me gjithë një vaksinë. Po, me njëherë një vaksinë kundër hantavirusit. Korea, Jugut, të tjera. Ndërsa, profesori i Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë në Universitetin e Prishtinës, Kurt Sherifi, do të shpjegoj më detajisht se kur kafshët transmetojnë sëmundjet e tyre të njeriu. Një bisedë të cilën drejt për së drejti tani do ta zhvilloj afërdita në një ambient të mirë që kanë vendosur. Përshëndetje shikuesve të programit për ditën mbar, respektivisht Radio Televizionin Seni, përshëndetje edhe juve në studio. Po, unë jam bashkë me profesor Kurt Sherifi, i cili do të na informoj, e përmes të cilit sigurisht që do të mësojmë se si të kujdesemi në raport kur kemi bashkëjetesë me kafshët ose kemi kontakt, si për shembull fermerët apo edhe gjithë ata që mbajnë kafshë në shtëpi, por jo domosdoshmërisht janë në rrezik ata që mbajnë kafshë, por kemi edhe kafshë insekte të tjera që na bartin sëmundje, të cilat mund të jenë të rrezikshme. Por cilat janë ato, cilat janë kafshët që më së shumti mund bartin sëmundje nga ato tek njerëzit, sigurisht mësojmë nga profesor Sherif Kurti. Përshëndetje dhe ditë të mbar, mirë se erdhët në programin për ditë të mbar në Radio Televizionin Seni. Faleminderit. Këtu jemi në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, në Institutin për Blegtori dhe Veterinari. Jemi, më thonë, kuadër të programit mjekësi veterinare. Ne ofrojmë një kurs 5 vjeçar në të cilën edukohen gjeneratat ku marrin titullin doktor i mjekësisë veterinare. Kryesisht edukimi i këtyre gjeneratave bëhet për të punuar në sektorin e ruajtjes shëndetit të kafshëve, shëndetit publik, patjetër, por gjithashtu edhe të sigurisë ushqimore, pjesën ku duhet pasur një ndikim edhe në ambient, dhe gjitha kjo, nëse mund të flasim sot, trajtojmë edhe një koncept që e quajmë konceptin një shëndet, ku kemi përfshirjen e njeriut, sigurisht njeriu për të jetuar duhet të ketë afër edhe kafshët, e dimi që kafshët bujqësore... të përbashkët, kështu që duhet të kujdesemi në këtë rast për palën pase. Patjetër, konsideroj që ne kafshët i kemi pasur gjithmonë për mbijetesë, stërgjyshrit tanë kanë jetuar apo kanë bashkjetuar me kafshët, ndoshta edhe disa prej tyre edhe në një ambient të përbashkët, por e gjitha kjo ka qenë se i kemi siguruar ushqimin nga kafshët. Ne sot blejmë në treg, ndërsa dhe më thonë ndoshta edhe baballarët tanë, gjyshrit tanë, stërgjyshrit, e kanë siguruar të gjitha nga shtëpia, brenda familjes. Burimi proteinave, nisemi dhe më thonë nga mishi, djathi, produktet e qumshti dhe nën produktet e tij, por gjithashtu edhe vezët, peshku dhe gjithë shka që po flasim tani, proteina dhe yndyrna me origjinë shtazore, ne kujdesemi që bashkarisht edhe në pjesën edukative, por gjithashtu edhe në pjesën e ofrimit të shërbimeve dhe realizimit edhe të disa punëve kërkimore shkencore. Kjo është, me thonë, pjesë e punës sonë të përditshme. Dhe, profesor, sipas jush, cilat janë kafshët mbase që bartin më shpesh sëmundje tek njerëzit?
nga cilat duhet të kemi më shumë kujdes? Por nëse do ta trajtojmë këtë konceptin një shëndet, sigurisht njeriu duhet ketë edhe njohuri për disa nga problemet që mund të vinë, smundjet që mund të vinë nga kafshët. Dhe ne do t'i trajtojmë, do t'i quajmë këto si zoonoza. Zoonozat ndahen atë që ne i ndajmë bazë të agentit patogen, parazitet, zoonozat parazitare, viruset, zoonozat që vinë domethënë nga smundje të ndryshme virale dhe bakteriale, domethënë baktere. Të gjitha këto prekin edhe kafshët, duke në disa raste duke shkaktuar smundje edhe në kafsh, por jo të gjitha mund të shkaktojnë në kafsh, dhe disa prej tyre mund të kalojnë edhe tek njerëzit. Smundje kafshës nuk do të thotë që mund të transmetohet edhe tek njerëzit. Pra janë disa nga ato. Cilat janë ato smundje që janë transmetuese nga kafshët tek njerëzit? Po, sigurisht jo të gjitha, një numër domethënë i tyre edhe që mund të transmetohen. Unë do t'i përmendi disa prej atyre të cilat edhe ne i kemi në vendin tonë, po paraqesin problem në tërë globin. Jo vetëm ne ballafaqohemi me këtë problematik. Smundjet zoonotike në përgjithësi, të cilat shkaktojnë smundje infektive në njerëz, përfshin më shumë se gjysmën, më shumë se 50%, e të gjitha agentëve patogen mund të kalojnë tek njerëzit, domethënë nga kafshët tek njerëzit. Gjithashtu, ne që i quajmë si smundje të reja apo patogen të ri, emergjent, siç ishte edhe SARS-CoV-2 që shkaktoi COVID-19, rreth 75% apo 2/3 e këtyre patogenëve vinë nga kafshët. Dhe në një moment të caktuar ato mund të kalojnë edhe tek njerëzit. Cilët janë, po i përmendin, do filloj nga viruset që janë edhe më të vegjël, domethënë agentët patogen më të vegjël, si mikroorganizmat më të vegjël. Kosova viteve të fundit është më mirë me një virus që ka ardhur përmes rriçrave realisht, po duke bashkjetuar rriçrat, duke parazituar edhe në kafshë, sigurisht që kafshët luajnë një rol të rëndësishëm në transmetimin e këtij virusi, por virusi është e etheve hemoragjike krime Kongo. Në disa regione, në disa zona më të vogla ka shkaktuar probleme në të kaluarën, e dimi Malisheva ka qenë një zonë endemike. Fatmirësisht, viteve të fundit është përmirësuar kjo situatë, kemi më pak raste, ose në disa vite pothuajse edhe asnjë rast. Për shembull, në 2013 kanë qenë të infektuar 26 persona, kanë qenë mjaft të rënë të smur dhe fatkeqësisht Dhe Kiprurës pothuajse rreth 40%, ose letaliteti në këtë virus është shumë i lartë, 40% prej tyre edhe kanë rruje, që është me të vërtet një shqetësim. Shumica e këtyre që kanë përfundu letalisht kanë qenë edhe fermera, apo të lidhur ngushtë me fermën. Situata është më mirë, më thonë, sot kemi një gjendje fatmirësisht shumë më të mirë, për shkak edhe të masave të cilat janë marrë nga shumë drejtime. Ne vitin e kaluar kemi bërë edhe një hulumtim, duke marrë mostra të rriçrave dhe i kemi testu për prezencë të këtij virusi. Fatmirësisht, prania e këtij virusi në rriçra është zvoglu. Kjo është edhe një cikël natyror enzotek, nuk mund t'i dimë edhe qartë pse është zvoglu virusi, po është mirë që është zvoglu, ne duhet ta bëjmë vetëm monitorimin. Por kjo nuk do të thotë që ne ndihemi të sigurt se aty këto ndonjë rriçër edhe është e infektuar, dhe nëse në një moment të caktuar e pickon apo është në kontakt me personin, edhe mund të shkaktojë. Kështu që në anën tjetër, masat edukative, sot personat janë më të kujdesshëm në raport me kontaktin në rriçra. Për shembull, ne ju themi fermerëve, nëse në këtë kohë, në këtë periudhë, rriçra ka shumë në kafshë, është numër shumë i madh i rriçrave, sidomos në zonat endemike, ju themi që mos t'i prekin rriçrat me dorë, por kafshët t'i trajtojnë me preparate kundër rriçrave, së cilët i dinë ata se kemi mbajtur edhe trajnime, në mënyrë që të evitohet një rrezik kontakti i ngushtë i rriçrës, por këtë rast edhe e një infeksioni të mundshëm. Profesor, të kalojmë tek kafshët më të mëdha. Pra, është rëndësishme që të vaksinohen kafshët, edhe për fermerët, por edhe për ata qytetarë që mbajnë kafshë në shtëpi, edhe ne të tjerët që mund t'i prekim, sepse
thjesht ndjejmë një dashuri për to? Po patjetër, vaksinimi është një nga masat më të mira, më efikase për parandalim. Për disa smundje ka vaksin, po fatkeqësisht ndoshta për disa edhe nuk ka, po e përmendim për cilat. Të gjithë pronarët e qenve dhe maceve janë të obliguar të vaksinojnë kafshët kundër tërbimit. Është virusi edhe i tërbimit që më herët ka pasur raste, viteve të fundit nuk ka pasur raste në njerëz, po megjithatë mbetet një problem se dhelprat janë ato që mund ta bartin edhe në një moment caktuar ta kafshojnë ndonjë qen dhe pastaj të kalojë infeksioni. Kështu që të gjithë pronarët gjirë të padukshëm që mund të bartin një infeksion të caktuar. Kemi edhe kafshët e egra, të cilat mund të luajnë në rol në transmetimin e patogjenëve këtë rast. Kështu që vaksinimi i të gjithë qenve dhe maceve është obligativ, edhe duhet të realizohet. Po gjithashtu, po i përmendim edhe disa virus tjerë, për shembull gripi i shpesve, gripi i derrave, gjithashtu mbetet një problem, po kemi edhe virus për shembull që transmetohen nga mushkonja, është virusi Nilit perëndimor, edhe përmendim edhe hantavirusin që kemi pasur raste sporadike, dim që brejtësit janë. Në këto... Jemi në rrezik Kosova në këtë rast nga ky virus i cili vërtet çdo ditë kemi raste që po infektohen njerëz dhe po ka shtete të cilat po ballafaqohen. Jo, në këtë rast jo, rreziku nuk ekziston, por në një moment caktuar patogjenët, këtë rast viruset psojnë edhe ndryshime që ne i quajmë si mutacione, ndryshojnë genomin edhe nëse kemi momente kur virusi kalon nga kafshët në njerëz, potencialisht në disa raste mund të kemi edhe një rrezik që të kaloj virusi nga njeriu në njeri. Këto janë rreziqet më të mëdha, siç e kishim edhe rastin me SARS-CoV-2 ose COVID, rastin me COVID, apo në disa periudha kohore kemi pasur edhe gripin spanjoll që ka qenë gjithashtu një problem. Friga për paraqitje të këtyre patogjenëve të ri është, por kjo është në nivel global. Kosova nuk ka ndonjë rrezik të madh sa i përket edhe që e përmendëm hantavirusi, se hantavirusi në disa regione ka ekzistuar, është një sjellje e minjve dhe transmetohet potencialisht nga disa regione ku ka brejtës të infektuar, që mund ta kontaminojnë ambientin edhe mund ta transmetojnë. Po kanë qenë raste shumë ralla, sporadike, edhe fatmirësisht shumica prej tyre edhe kanë mbijetuar. Profesor, cila prej zonave në Kosovë mbase është më e rrezikuar sa i përket brejtësve dhe këtij virusi që u aktualizua? Po, në bazë dhënave që i kemi edhe janë, pacientët që kanë qenë në klinikën infektive, bashkëpunojmë me klinikën infektive, jemi mjaft ngushtë në shumë edhe projekte ndërkombëtare, projekte kombëtare, i shkëmbejmë informata, t'ju japim informata për gjithë ato rreziqe që mund vinë edhe nga kafshët, edhe nga vektorët, edhe nga ambienti. Komuna e Deçanit, disa zona malore të komunës Deçanit, Jezerci, komuna Ferizajt ka pasur raste, edhe komuna e Gjilanit, por edhe komuna tjera. Kjo nënkupton që edhe aty ku ka brejtës mund paraqitet rreziku, po situata është në rregull, nuk kemi ndonjë problem, ndonjë shqetësim. Ne duhet krijojmë mekanizma të kontrollit edhe të realizimit të studimeve me ditë ku është për shembull patogjeni. Vitin e kaluar po e përmend, kemi realizuar edhe bashkë me student, për shembull në komunën e Hanit e Lezit, kemi gjetë një vatër që potencialisht në një fshat mund të bartin rriçrat virusin e hemoragjike krimi Kongo. Kemi njoftuar edhe fermerët edhe qendrën e mjekësisë familjare, Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, që të kehet kujdes se nëse 10% të rriçrave vetëm në një ambient, në një zonë caktuar janë të infektuar edhe mund të kalojnë të pickojnë njerëz edhe të përmes kafshëve edhe mund shkaktojnë problem. Kështu që ne duhet punojmë për të identifikuar problemet edhe bashkërisht përmes institucioneve, përmes bashkëpunimit ndërinstitucional, ato që e përmenda konceptin Një Shëndet, sot edhe Ministria e Shëndetësisë përmes ligjit të ri ka planifikuar
plane për konceptin një shëndet, ku duhet bashkaresht mjekët, veterinerët, ambientalistët, biologët, të gjithë ata të cilët duhet kontribuojnë në ruajtjen e shëndetit të njerëzve, ruajtjen edhe shëndetit të kafshëve, por gjithashtu duhet i kushtojmë rëndësi edhe ambientit. Unë po i përmend edhe 2-3 smundje të tjera të cilat janë me origjinë edhe që mund vinë nga ka parazitet. Për shembull, tek qenë të macet mund kemi tash më shumë bashk ose numri atyre të cilët mbajnë qenë e mace është më i madh, edhe disa nga parazitet që për shembull me trajtimit të vazhdueshme, me dhënien e tabletave apo preparateve të rregullta që duhet të jenë së paku çdo 3 muaj, i eliminon çdo rrezik, më thonë edhe bashkëtesa e njeriut me kafshën, këtë rast me qenin e macën, është e sigurt. Për shembull kemi ekinokokun, që tash e kemi edhe më pak, toksoplazmën që transmetohet nga macet, por kemi edhe raste për shembull me këto strejimorët, që është edhe një parazit që ne quajmë giardia, lamblia. Ajo është tek qenë edhe goxha, janë numri i këtyre qenëve në strejimore është i prekur. Atëherë strejimorët, a janë edhe një vatër tjetër që mund bën shkaktar për bartur infeksione të ndryshme, smundje të ndryshme nga kafshët tek njerëzit, në këtë rast respektivisht qenë? Nuk është ndonjë shqetësim shumë i madh, për arsye se mund të kontrollohet gjithçka. I përmenda këto, nëse do të trajtohet rregullisht, nëse do të ketë një monitorim, sigurisht nuk ka ndonjë rrezik. Vetëm se duhet të identifikohen problemet edhe të reagohet me kohë për të përdor medikamente, për të përdor vaksina të cilat... Pastaj higjiena është një faktor tjetër base, përveç medikamenteve, pjesët mjekësor. Po e përmendit e higjiena, po lidhen pak te uji edhe te ushqimet. Sigurisht që një numër i konsiderueshëm i këtyre patogjenëve mund të kalojnë përmes ujit edhe ushqimeve. Ne sot e kemi në Kosovë një shqetësim se shumica e ujëmbledhësve përmes lumejve të cilët edhe janë ujëmbledhësit, po disa prej tyre në zonat më të afërta, potencialisht nëse ne nuk do të kujdesemi për një kontroll dhe parandalim, atë mund kemi edhe kontaminime, po duhet të rriten masat e sigurisë për të evituar çdo rrezik të kontaminimit të ujit këtë rast. Për shembull, po e përmendi giardia transmetohet në shumicën e rasteve përmes ujit dhe atë mund ta kontaminojnë kafshët, edhe njeriu mund të infektohet. Uji që e pim nga rubineti, do të thotë që potencialisht mund të jetë edhe... Jo, është i kontrolluar, por ne kemi shumë vendbanime në përfshatra me puse. Të më thonë, pusi nuk është, e ka afër aty stallën, kontakt me, do më thonë, ujrat e, po themi tash, të kanalizimeve, të stallave që mund të kontaminojnë, kur bie shi apo treshurat, mund të kontaminohet pusi edhe paraqet një rrezik. Po edhe ata duhet kënë kujdes që nëse shohin që nuk është në rregull ose t'i bëjnë ko pas kohë analizat e ujit edhe t'jenë sigur. Prandaj edhe sistemi, dhe më thoni, sigurimi të ujit të pijes për qytetarët, përveç qytete duhet të sigurohet edhe në përfshatra, se po themi që një pjesë tyre zonozave mund të kemi pikrisht nga fshatrat. Edhe nëse krijohet një ambient i sigurt edhe në fshat, ne atje jetojmë, edhe mund të jetë diçka më në rregull se duhet të lidhemi me natyrën në gjitha këto. Kështu që në përgjithësi, po e përmendi që Kosova nuk është keq, duhet të rrisim nivelin e edukimit, duke filluar nga gjeneratat e reja, që të mbrohemi, të kemi kujdes ndaj kafshëve, ti trajtojmë mirë ato, ti vaksinojmë, edhe ti marrim më të mirat nga ato që e dim që i kemi, qumshtin original, produktet e qumshtit. Ne sot po ballafaqohemi edhe me kriza ku manipulimet produkteve, qumshti pluhur, vaj palmes, gjitha këto ushqime, produkte, ne nuk e meritojmë, ne meritojmë të ushqehemi shëndetshëm, po të gjitha këto i sigurojmë nga kafshët. Më thonë mishi, e dimi që edhe nga mishi pulës, vezët, gjitha këto mundësisht kontribojmë për t'i pas kafshë shëndetshme
për të prodhuar ushqime të shëndetshme, edhe ne në fond si njerëz kemi edhe shëndetin edhe të pajtohemi me këtë bashkëjetesë dhe të përfitojmë me të mirat, do të thonë që po i gëzojmë edhe konsideroj që duhet të kontribuojmë në të gjitha këto drejtime, duke përfshi edhe mediat, ju që po jepni edhe ju një kontribut të çmuar në rritjen e mirëqenies së qytetarëve. Profesor, nëse kolegët e mi Maksi dhe Merita nuk kanë pyetje, unë do ta kisha përmbyllur këtë bashkëbisedim pikërisht me këtë porosi të fundit, edhe pse e gjithë biseda ishte bisedë edukative, informuese për të gjithë ata që mbajnë kafsh, por edhe për ne të tjerët që nuk mbajmë kafsh apo nuk kemi kontakt të drejt për drejt të çdoditshëm. Merita, Maksi? Po në fakt mua më bëri përshtypje Për ndryshe po fryn erë. Po, ndoshta nuk na dëgjon mirë. Moti është me erë, megjithatë është ngrohtë. Jemi në oborrin e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë, kështu që edhe po shijojmë këtë bisedë drejt për drejt, por edhe po shijojmë këtë më të mirë. Merita, Maksi? Hanta virusi më duket të tha... Mbas se kemi dhënë atë shumë informata sa i kemi lënë pa mundësi për të pyetur. Nëse ka ndonjë pyetje specifike, edhe pak jemi këtu, nuk është problem. Po pranvera, profesor, nëse ata më japin një sinjal që kanë pyetje, nëse jo, pranvera është me gjithë mirat e saj sjell edhe këto problematika të vogla, por që na tregojnë kujdes. Diskutohet, po tash po nisim nga ajo që kur ngrohet koha dhe pranvera krijon edhe këto mundësi që ato që i përmenda. Ndonjëherë kur dalim me shetit apo jemi edhe me kafshët që nxjerrim, e shohim ndonjë rriçën dhe themi se ka, po atë nuk është problem, më thonë mund të largohet shumë lehtë, sot janë edhe metodat e lehta të largimit të tyre, por sigurisht pranvera i ka edhe ato të mirat e saj, për arsye se gjithë kjo natyrë e bukur, por ne do më thonë këto që jemi në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, jemi në përgatitje edhe të një kampusi brenda fakultetit ku kemi edhe fermën, më thonë bashkë me student, sidomos në periudhën e pranverës, realizojnë po edhe praktika të cilat ato bëhen qoftë edhe në natyrë. Para 2 javë ishim bashkë me studentët në Taukbashe dhe Gërmi, kemi demonstru një metodë marrjes së mostrave, edhe sot studentët janë duke realizu këtë praktik në laborator. Kështu që jemi në atë që ta bëjmë më të mirën e mundshme, duke pas parasysh që edukimi është një nga pjesët më të rëndësishme të asaj teme që e diskutuam sot bashkë. Faleminderit shumë, profesor. Kolegët e mi nuk më japin ndonjë sinjal që kanë pyetje, kështu që ju uroj punë të mbarë, të kemi sa më shumë informacione të mira, të jemi sa më të kujdesshëm gjithë qytetarët e këtij vendi. Faleminderit shumë për prezencën edhe për këtë mundësi që t'i japim disa fjalë për ato temat të cilat edhe ne punojmë bashkë me studentë dhe me kolegë këtu. Faleminderit. Faleminderit shikuesve, miru takofshim në biseda të tjera me kaq interes për qytetarët.